Numërimi mbrapsht i ditëve në lidhje me afatin për zgjedhjen e presidentit tashmë ka hyrë në javën e fundit. Derisa ka mbetur vetëm edhe 8 ditë për këtë çështje, asnjë nga partitë më të mëdha politike në vend nuk ka dalë me ndonjë emër për kandidat për president. Nga partia në pushtet e pranojnë se të paktën deri te martën pasdite nuk ka ndonjë emër që i siguron votat e mjaftueshme të emërohet presidenti i Republikës. Aktualisht nuk kemi një emër konkret për të cilin e dim se ka mbështetje të plot për të vazhduar me votimin, gjithsesi sigurimin e 80 votave të nevojshme për votimin e presidentit. Kryesia thot se ka në dorë votën e PDK-s, mirë po deputeti Enver Hoxha deklarohet se vot pro do të kishte nëse për votim do të ishte një emër nga familja Jashari. Personalisht, vota ime është dhe pro familjes Jashari, po për tek sa e takon vetë kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës që të jep një qëndrim të tillë. Edhe një dialogu që do të jetë ma përmbajtësor mes kryeministrit, kryetarëve të partive politike në opozicë si të çasmi kësaj teme. Emër nuk lakuan, por nga Lidhja Demokratike e Kosovës kërkojnë marrëveshje për presidentin në mënyrë që të shmangën zgjedhjet. Dialogu kërkohet për arritjen e çfarë do marrëveshje, andaj mendoj që është pjekuri e partive politike që të ulen dhe të vinë tek zgjidhjet me qëllim që të mos ketë ngërç institucional dhe me qëllim që të mos ketë destabilizim të vendit ose shkuarje në zgjedhje. Një marrëveshje për çështjen e presidentit sipas njohusit të çështjeve politike jeton Kelmendi, partitë do të duhej ta bënin shumë më herët. Albin Kurti gjithçka e ka në dorë dhe deri më tani i ka kontrolluar presidentin, i ka kontrolluar kuvendin, qeverinë dhe mund të themi të vim në një konkluzion se tani me Albin Kurti i ka kapur edhe partitë opozitare dhe i kontrollon edhe opozitën. Kryeministri Albin Kurti të dielën për çështjen e presidentit ka zhvilluar takim me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, ndërkaq të hënën me liderin e LDK-s Lumir Abdigjikun. 4 mars është data e fundit kur duhet të dorëzohen emrat e kandidatëve për president. Sipas kushtetutës, presidenti duhet të zgjedhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Për zgjedhjen e presidentit, duhen 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, pra 80 vota për në 2 runde, ndërsa 61 vota në raundin e tretë.